Mirë se vini në episodin e radhës të Rituals Podcast. Sot e kam Lura Pollozhanin, hulumtuese e Gen Z, lëvizjeve sociale edhe demokratizimit. Lur, që nëse ankthi jon, që është ka përmenet shumë kohë të fundit, nuk është veç problemi joni personal, po është pasojë një sistemi që s'na jep siguri. Për shembull, Gen Z. Kush janë mas pari Gen Z? Gen Z janë gjenerata që ka lindur mes viteve 1997 edhe 2012. Kështu që ditë sotit do ishin 14 deri në 27-28 vjeç. Ajo është gjenerata Gen Z. Edhe po, fjala ankth asociohet shumë me Gen Z. Ndoshta jo aq shumë në rajonin ton, sepse në përgjithësi mendoj që i kemi Gen Z shumë të lumtur, por ishte para disa vjetësh doli një libër nga Jonathan Haidt, që kishte emrin The Anxious Generation, ose gjenerata ankthit, po. Edhe ishte pikërisht për Gen Z, edhe po fliste sidomos tek vajzat, se sa shumë ka ndikuar teknologjia. Po unë do argumentoja që në kohra të tilla, kur flasim gjithkohon për polikriza, për krizat e shumta, kur kemi zgjedhje çdo 3-4 muaj, mendoj që sistemi njerëzor nuk është aq i përgatitur për t'u përballur me kaq shumë kriza. Kur e mendon pastaj që gjenerata Z është edhe shumë e re, natyrisht që kjo bëhet edhe më vështirë, edhe nga ana tjetër e mendoj shumë shpesh nga aspekti, unë jam millennial për shembull, edhe mendoj edhe nga aspekti që nuk kemi pasur edhe neve veglat që t'ja transmetonim atyre se si të përgatiten për jetën e tyre, sepse nuk e kemi ditur asnjë këtë revolucionin e inteligjencës artificiale, apo edhe gjitha këto krizat politike, nuk janë gjëra që kemi mundur t'i parashikojmë në këtë nivel, edhe gjithashtu nuk kemi parashikuar as çfarë do na ishte dashur, ose çfarë do i duhej gjeneratës të re për t'u përballur me to. Edhe si rezultat mendoj që kemi ankth, edhe neve edhe ata, por natyrisht që kjo ka kauza të ndryshme, ndonjëherë edhe individuale, por unë besoj që sistemet po ashtu ndikojnë në këtë, sistemet politike, sistemet institucionale, se si kemi të rregulluara sistemet, mendoj që gjitha këto po ashtu mund të kontribuojnë në mënyrën se si ne navigojmë ose notojmë në jetën tonë me probleme të ndryshme. Po, se definitivisht kur përmenet Gen Z sot, gjithmonë ka konotacion negativ, sidomos për neve millennials edhe këta ma herët, që gjithojnë X, Generation X, këta janë prindrit tona, po? Po, pastaj janë edhe baby boomers, që po ashtu mund t'jenë prindrit tanë ose prindrit e prindërve, po. Po, e tash kur përmenet Gen Z, gjithmonë e kena një ide që e lidhim me mungesë të koncentrimit, TikTok-o, njerëz pak që rebelohen, nuk dojnë shumë e punu, janë dembela, janë shumë sensitiv, po asnjëherë nuk flitet në aspektin politik edhe emocional ku gjenden ata, edhe a ka një perspektiv tjetër pak ma pozitive në cilën mujnë me pa, se sigurisht që ekziston evolucioni ose një natyrshëm, normal që ka të mirat këqija në çdo gjenerat, po na jena të dështu me pa të mirën. Ku e shetit mirën? Unë e shoh të mirën në aspektin që neve kemi bërë një studim bashkë me Open Society Foundation's Western Balkans për gjeneratën Z, ku po shihnim në Ballkan se kush është gjenerata Z, qa kanë qef, qarë s'kanë qef, cilat janë realitetet politike të atyre, edhe këtu e patëm parë një gjë që gjenerata Z është mjaft optimiste edhe lumtur, që mendoj që është diçka e mirë, diçka për t'u kapitalizuar. Ka po ashtu shumë shpresë, mendoj që po ashtu shpresa është diçka që mund ta përdorim për të mirë, por të njëjtën kohë mendoj që ata janë edhe shumë, sepse kur i shef këto dhënat edhe shef që janë optimistë, që janë të lumtur, edhe ti del në rrugë edhe nervozohesh brenda 5 minutave, edhe thua po si janë kaq lumtur këta, kur në fakt realiteti nuk është gjithmonë aq optimist, po është pak më i hidhur. Edhe këtu e shoh që edhe me gjeneratën Z nuk është që ata nuk e dinë se çfarë po ndodh ose nuk e dinë se si është politika, në fakt ata kanë shumë shqetësime në lidhje me këtë, por prapë zgjedhin një farë lloj optimizmi apo shprese për të pasur për të ardhmen. A janë këta ma pak, a durojnë ma pak se sa gjenerata tjera na për shembull dhe tjertë? Tashi, ndoshta të dhënat e mia këtu do ishin më anekdot se sa shkencë, por që kur kanë filluar këtë studim, shumë njerëz më janë afruar, shumë prindër duan t'i kuptojnë fëmijët e tyre, por ka edhe punëdhënës që duan t'i kuptojnë
punë marrësit si bie të tyre dhe këtu gjithmonë thonë Gen Z-a s'ka qef të punoj ose është më përtace, por për shembull nga të dhënat që kemi marrë ne, del që Gen Z-a në fakt preferon workplace ose vendin e punës të jetë më hibrid, në aspektin që duan të punojnë edhe nga shtëpia dhe nga zyra, po ashtu orarin fleksibil. Edhe kur e shef kështu, thua, shi sa përtaca këta, po në fakt, kur ta marrësh ose sa të las drum, po, ose sa të las drum, po nga ana tjetër, kur e marrim historikun e Gen Z, se kur ka hyrë Gen Z-a në punë, Gen Z-a teknikisht hyrë në punë me Covid-in. Po. Që do më thënë, e vetë me punë që ata njohin, është në fakt hibride. Që që natyrisht që ato do preferonin ato verzion të punës që ata e njohin. Ashtu si që ne, momentin që u mbaroi pandemia, me njerë u këthym në përzyra, sepse ishim mësuar me zyrat. Edhe pse gjatë pandemisë e pam që ndoshta zyrat nuk na bëjnë aq mirë, po prapë u kthym në avazin e vjetër. Në të njëjtën mënyrë mund të argumentojmë që edhe Gen Z-a do të kthehet në avazin e tyre të vjetër, që në fakt është hibrid, nuk është tradicionali si që kemi pasur ose si që vazhdojmë fatkeqësisht ta kemi ne. E tash përveç aspektit punës, kështon si përgjigje ndaj sistemeve të hunis prej sistemit familjar, mandej sistemit politik, ose shtetëror, ose të qeverisjes, ose sistemeve tjera që janë të caktume për neve që duhet me mendu, që duhet me mendu shkollën, lidhjen, fakultetin, rrjetet sociale, krejt, që sheshe që Gen Z-a përren në raport me qata? Gen Z në Ballkan është mjaft interesante sipas meje. Në njërën anë, unë mundohem nga ana ime si hulumtuse, mos t'i marr ato koncepte që unë i kam si të natyrshme, sepse ashtu jam rritur ose ashtu jam mësuar, edhe mundohem mos t'i bi vë në konceptet e Gen Z-s. Kështu që po mundohem ta kuptoj disi botën nëpërmjet syve të atyre pa qenë ata, që besoj që jep një farë lloj objektivitete dhe distance. Gen Z, nga njëra anë për shembull, në Ballkan, e shohim që familja ose institucioni familjes për ato është shumë e rëndësishëm, që për mua ka qenë e çuditshme. Po des po shkon fort. Po, jo se dua familje, po mendoj që për shembull me millennials kemi pasur ndoshta më shumë shoqëria ka pasur efekt tek neve, në aspektin e peer groups. Më individualitet, më originalitet, më të ikim nga shtëpia sa më herë. Të millennials. Po. Wow. Në Ballkan. Në globale, se nuk është që kemi të dhëna të krahasueshme për Ballkanin. Kurse për Gen Z e shohim që familja është shumë e rëndësishme, sidomos nëse e marrim edhe për shembull moshën, që neve zakonisht mendojmë që të rit rebelohen kundër familjes, e shohim që Gen Z-a nuk është që ka këtë shpirtin rebel kundër familjes të tyre. Po veç nështë ka diçka tjetër që aty, po shkojmë ma vonë të ajo. S'do me thonë që se ka shpirtin rebel. Po, se ka që shme thonë, menoj që e kanë ashtu, unë e prape bëjt temen, po jo do mësdëshmëresht me inat kundër teje, kundër prindve. Veç është, adin ja kapin faqën pak prindve, thonë, hajtë se të kalon. Unë e kom e bëjt temen. Unë e kom e bëjt temen e ti ki mu pajtu dikur. Ndoshta në qatë kontekst është pasi kur diçka që ata nuk e neglizhojnë faktin që familja është rëndësishme, po menoj që Gen Z-a ndoshta nuk janë të dopt, po është nështë ta gjenerata e parë që nuk pranon mi cementu traumën si pjesë të karakterit e me e qujtë sen të fort. Do me thonë se qujnë karakterin e fort për shkak traumës të në që shkëna bo nase. Na, për shembull, jena full me storje, ngjarje, ka njëherë edhe në kur i takojmë, njoftojmë njerëzit e ri, në jetën tonë, një ndër tendencat e para është me këshyr, a muj mu kuptu në dhimt, a muj mu kuptu në dhimtën e po qashtu, edhe tash zakonisht i kena storjes shumë të ngjashme, edhe na i kena pa vetën si dikush i fort që e ka mbjetu që ata sidomos prindrit tonë. Nashta edhe Generation X e ka pas të, ndërsa këta ja bojnë dump, pak e gjujnë kështu, e menihere identifikojnë traumën, nuk e tolerojnë, nuk t'i lojnë ato palavra dhe veç dojnë me konë të fort ndryshën, ndoshta realisht fort. Mendoj që asnjëherë nuk do e përmendja fjalën që janë të dobët, ose mendoj që është ndoshta një nofk që i hipet nga personat të caktuar, po nuk do i karakterizoja kështu. Ndoshta të papërgatitur për jetën që e kanë, edhe jo në aspektin të papërgatitur sepse nuk din ose nuk duan, po të papërgatitur sepse ne fundamentalisht kemi sisteme
që me të vërtet nuk na kanë përgatitur për jetën që e kemi neve tashi. Neve jemi në frustrim, neve millennials që jemi rritur diku në hap me teknologjinë. Që na kena kalu pi floppy diskot në USB tash sot jena në diçka inexistente në qipa. Kështu që është atë ta më puna mos me kon pak. Po me rrezikun që inteligjenca artificiale do na marr punën kur ne millennials kemi ndërtuar gjithë identitetin ton mbi punën. Kështu që është një krizë e madhe. Edhe në atë aspekt, nëse e shef se si po ndryshojnë gjërat, në atë aspekt e shoh gjeneratën Z të papërgatitur, por jo për shkak të tyre, por për shkak se sistemet nuk i kemi agjile dhe fleksibile sa duhet për të adaptuar në ndryshime kaq të shpejta. Nuk ka sisteme qeveritare të mira apo të këqija që adaptohen kaq shpejt, period. Okej, e tash çto, çysh qeverisja ndikon shëndetin mendor, se një ndër thelbet ndoshta kësaj teme sot është me pas se çysh sistemet e jashtme ndikojnë në shëndetin ton, për shkak se na shpesh herë e përkufizojmë shëndetin sikur diçka veç individuale që hajde deri dikon të ndikohet prej familjes, po e harrojmë që sistemet ja nisin prej mikro në makro, edhe përfundojnë në politikën lokale, mandej shkon te qeveria, mandej shkon te bota dhe harrojmë që krejt ato pika mushët kupa, edhe jo vetëm s'ka lidhe ai përcjellim lajmet, ajo a dim politikën, ajo në përgjithësi kur ka hallakam në shtëpi, edhe në shtëpitë tonë, të shtetit tonë, mendoj që ndikon shëndetin mendor edhe mirëqenien në përgjithësi. Tash unë më fol në profesionin tim, sa të du mi thonë njerëzve, po kujdesesh për këta e për ata, po nëse njerëzit e kanë një hall shumë më të madh, atëherë ka të bëjë edhe unë qatë punë. Qysh mendon që qeveria ndikon shëndetin mendor? Unë, ndoshta këtu e kam nga profesioni, pasi jam shkencëtare e politikës, që i shoh politikat si shumë të rëndësishme në jetën tonë. Neve si aktivist, si akademik, si gjithçka kemi qef të themi këtë thënien që the political is personal, ose ajo që është politik është personale, ose dhe personale është politik. A veshti mini fund, apo gjitha këto gjëra, gjitha këto deri diku influencohen nga politika, deshëm apo s'deshëm. Kështu që në këtë aspekt, mendoj që politika ka atësi ndikim në mënyrën se si ne sillemi në shoqëri. Mendoj njëherë para shumë vitesh kam qenë në protesta këtu te sheshi, edhe ishte një aktivist, nuk po përmendi emra, po ishte një aktivist që tha, ne nuk mund t'i besojmë qeverisë, nuk mund t'i besojmë gjyqit, nuk mund t'i besojmë policisë. Edhe mua më bëhet pyetja, po kujt mund t'i besosh, sepse këto janë pikërisht institucionet që ne si shoqëri bashkohemi për të thënë që do e pranojmë këtë qeverisje, këtë shtet, gjitha këto gjëra, për shkak se ky shtet me polici, me gjyqe, me gjitha këto institucione do na mbajnë neve të sigurt. E është që arsyeja pse shqiptarët janë nervoz kur meritokracia është e dyshemt, do me thonë ndikon psiqikën tonë që na bën të frustrum të kohën. Shumë interesant që po përmend fjalën meritokraci, sepse për shembull për Gen Z-in, te ky studimi kur bërën fokus grupet, dilte që mungesa meritokracisë është diçka që ata i shqetëson shumë, sepse ata duan që shohin më shumë meritokraci në sistem, edhe për shembull korruptimi, mungesa e meritokracisë, për ata shifet si diçka që jep stres, edhe që krijon stres. Korrupsioni nuk është vetëm problem politik, korrupsioni është problemi i sistemit nervor qendror nëse e këshyr, shkon çast larg. Plus edhe korrupsioni, siç e shohim në rajon, korrupsioni vret. Domethënë protestat në Serbi kanë filluar pikërisht për shkak se nëpër metoda korruptive bëhet një ndërtesë, ajo ndërtesë të bie mbi kokë, njeriu vdes, edhe pastaj si rezultat kemi vdekje për shkak të atij korrupsionit. Po këtu mendoj çfarë ndodh, është një shumë nga ne, jo vetëm gjenerata Z, por shumë nga ne gjithkohon flasim për polikriza ose krizat e shumta që i kemi në për lajme, në për raporte, në për shumë gjëra dëgohet ky termi polikriz. Kemi pasur Covidin, kemi pasur luftën në Ukrainë, shohim ditë për ditë gjenocid në Palestinë, kështu që gjithkohon jemi të hapur kundrejt një dhunës që ty të bën të ndihesh shumë i pafuqishëm. Unë si person për shembull që i studioj lëvizjet sociale, që mendoj që njerëzit mund të ndryshojnë bla bla bla, edhe unë ndihem shumë e pafuqishme. Pa marr parasysh që ndoshta di disa metoda ku mund të reagoj ose mund të ndihmoj, prapse ka aq shumë kriza që po ndodhin në të njëjtën kohë, që mua si individ më bën të ndihem e pafuqishme. Po, ka njerëz që unë i kam disa njerëz në shoqëni që për shembull janë ndiku shumë, gratë janë në këtë rast shumë më sensitive
në mas më të madhe gratë janë më sensitive në këtë aspekt, që e kanë në një farë ndikimi shumë të madh, ndikon shumë nga çka po ndodh globalisht deri në nivel personal që edhe binë në depresion. Tash dikush që si kupton, për shembull tek ne që s'kupton këto sene, e kanë dikush i ç'më thoni gaslight i thot, po hajt, ajo është atje, s'ki nevojë të çaki që po shqetësohesh çështo. Po ona e validoj që atë sens shumë të rëndësishëm sepse ajo ka njerëz që i bën me pyet kuptimin e jetës. Për shembull kur pat fillu lufta në Palestinë, edhe unë kom pas një krizë në fillim që u pata bu ma nihilist se që jam ka një herë, sepse veç thjesht i ki shumë pikpytja dhe kur je ekspozum da i tonë që ati të meri, do me thonë përjetu luftën online, edhe pse shumë arogancë me thonë te jetu e përjetu luftën, ata janë të e përjetu, po te jetu e pa, është një diçka që shumë tash rregullon sistemin nervor edhe mandej kur janë nis mu marrë me do sene, për shembull çapo di kur të ushtron ose merresh me sene të vogla tujat për me kujdes për mirëqenien tonë, po. Mandej duket shumë e padrejtë që ti pekiqet luks e ata s'pe kanë as luksin e mbijetesës. Kështu që mendoj që definitivisht është rëndësishme mos me anashkalu ndikimin e çështjeve globale në shëndetin tonë mendor. Absolutisht, edhe mendoj kjo që po thua për gra, që thonë në anglisht të checks out, në aspektin që, për shembull nëse shohim edhe studimet për burnout, gratë vuajnë shumë më shumë, për shkak se është edhe kjo ekstra këto ekstra nevojat e kujdesit që ne i bëjmë në familje, në shoqëri, në punë, gjithashtu pritet disa gjëra i bëjnë gratë që nuk pritet nga burrat, edhe mendoj që këtu, për shembull, a ke vrej ndonjëherë kur je dikush të kërkon Rita bëje këtë, edhe ti reagon shumë keq. Për shembull mua më ka ndodhur të më pyesi se kërkon mo për çata. Më pyesi motra ime për shembull ose ndonjë shoqe, Lura, a bën të lutem këtë për mua se ti e ke lehtë. Unë e kam lehtë, se kam lehtë. Edhe vjen një acarim nga unë që pastaj them, pse e mora unë me kaq emocion këtë punë, po pastaj e di që unë atë javë kam pasur ABCZ-n, nuk kam reaguar të ABCZ-ja, edhe kam gjetur të reagoj të një punë e vogël. Ose këtu ndërlidhem edhe me pyetjen e qeverisjes. Një herë isha me biçikletë në Maqedoni, në Shkup, edhe atëherë ishim në kohën e një qeverisje që ishte shumë çdo ditë më autokrate, edhe hyra është një rrugë e keq ose për buz lumit për biçikleta. Edhe shkoj unë për ta marrë atë rrugën, kur e shoh është mbyllur ajo rruga. Pastaj vjen një grua pas meje. Ajo fillon të shaj me të madh. Do thënë, sikur i është shkatruar bota, ishte shumë acaruar. Edhe unë e kuptoj, sepse ajo, me siguri, ka qenë gjithë ditën në punë, tash i vraponte për t'i ushqyer fëmijët ndoshta në shtëpi, edhe thot hajt se po shkoj me biçikletë se e kam më lehtë, sepse me makinë nuk mund të marr makinë, edhe pastaj e shef që rruga e vetme që ajo e merr për të shkuar në shtëpi, si njeri, është e mbyllur. Edhe këtu do më thënë vjen ajo ekstra bara që shumë gra e mbajnë edhe që dikur ju snap, kërcet. Po dhe shtylla e mirëqenies mjedisore është e thyme, edhe mandej prish edhe këto shtylla tjera, kështu që edhe këtu vjen edhe aspekti që qeverisja e ndikon të ajo që flisnin për shëndetin mendor, ja unë për të ardhur këtu, mu desh, nuk e dija ku janë vijat për të kalu rrugën, sepse po punohej. Edhe nuk ishte as një shenjë që më tregon të mua kalo këtej. Kështu që unë u desha, disi të ndalem mes makinave, të stresohem, të djersitem, të vi këtu si gjysëm njeri, sepse nuk e di. Na shqiptarët, bo me ndodh na i sen, këna me qëllu ma të gjendshme. Jemi shumë të gjendshme, e vërtet. Neuroplasticiteti është në zjarë. Okej, çaj bën i triu fakti që nuk sheh rrugë pavarësisht sa shumë jep zor. Për shembull, unë e komendu shpesh këta, për shembull studion, bën plane e tjera, kur majt manifestat e na këtu në Prishtinë, para do viteve, pa ta shku në Grand dhe më kalon për shtypje një shkrim që e kom pa për emigracionin, edhe e pa ta lexu se sa shumë dikon. Kështu unë e kom mendu natyrshëm vetë, sepse vetë jam fëmijë që vonë dikon gjys, po më në kohën e adoleshencës kom ardhë në
Kosovë edhe diqysh të këputet një varë filme, edhe mandej dush mja nis prap, e mandej e mendon qysh në fakultet prap kem mja nis, edhe kjo ka të bëj me krejt sistemin e jetës faktikisht, edhe mjedisin edhe shoqnin edhe pikpamjet që i ki ndaj, po më nëjtë qëllimin që i ki njetë. Mendoj që kjo pasiguria që e kemi na shqiptarë se vazhdimisht jena me një gjysë kome këtu, me një gjysë kome jashtë, të në kohën menojmë, i bojmë, 20 ati kalojmë, të 30 ati kalojmë të mendu që nashta s'kena me konë qëtu, po kena me konë dikon tjetër se shteti jonë s'pona ja bëllë. Qush mendon që shkjan dikon në trunin e një të riu, edhe qush e garanton një farë digniteti dikon diqysh? Pyetje 5 milion që po mendoj që sepse është një pyetje e madhe edhe në aspektin se si ti qasemi e si ta adresojmë këtë problemin e brain drain që thonë ose ikja e trurit sikur. Po, brain drain, Po. Këtu për shembull, mbasi më pyete në fillim se çfarë është e mirë për Gen Z, e mirë tjetër për Gen Z është që ka dëshirë të qëndroj këtu. Bile Gen Z-ja kosovare është me më shumë t'i vullnet për të që e shef në fakt të ardhmen e saj në Kosovë. Në bazë të lumtimit, a? Po, 74% në mos gabohem në Kosovë kanë thënë që e shohin të ardhmen e tyre në Kosovë. Po kjo është shumë e rëndësishme se shumë njerëz mendojnë që këta në fakt janë të dashur me ik. Po. Sepse kemi ikur ne. Po, nisën mbi vetit. Po, këta duan të rinë, po të njëjtën kohë, për shembull, arsyet që do iknin janë pikërisht mungesa meritokracisë, mungesa e një jete të dinjitetshme ose mundësisë të një jete të dinjitetshme, aspekti ekonomik më shumë, edhe kurse aspekti social i bën që të rinë këtu, se ata, siç thash, familjen e shohin si diçka që je mbështetje, si diçka të mirë, si diçka që po ashtu e aspirojnë. Kështu që ata duan që të rinë me familjen e tyre, nuk duan të ikin, që i bie që ikja është që e bëjnë me zor, nuk e bëjnë me qef, sepse bëhet kjo imazhi në publik, sikur këta mezi që presin që të ikin, në fakt duan që të rinë. Sepse, si që përmend edhe ti, këtu mund të flasin gjuhën, po ashtu kam parë shumë nga millennials, si puna jonë, që kemi ikur, we cannot make ends meet, do më thënë, e dim që edhe atje me një pag në fund të muajit del në zero, ashtu si del në zero edhe këtu, po atje çfarë është shumë plusi është... jetën 10.000 herë më bajat. Po, edhe ajo. Atje çfarë është plusi është sistemi është më i sigurt, sisteme shëndetësore, arsimore, ajo është plusi i madh, i konsiderueshëm, por në aspektin shoqëror e din që atje me zor del, për shembull, kam jetuar edhe vetë deri tani në Vjenë, edhe për të takuar me një shoqe duhesha t'i shkruaj një muaj më herët, edhe që kallzoj edhe një herë çto. Kallzoj edhe një herë. Se edhe të na e ka nisë ashtu më bo. Po s'po kuptojnë, do me thonë ja ka nisë jeta më bo që ashtu që duhesh me fol 2 javë përpara se s'ki kohë. Po njerëzit kanë met me të vjetrën edhe veç mandena ton kohën po ka fërkime s'po kuptojnë që duhesh tash edhe në Kosovë. Ka një javë përpara, një muaj. Do shta një muaj jo shumë e gjatë, unë akoma I still struggle, akoma kam probleme me këtë një mujorshin, po në aspektin e jetës shoqërore, do me thënë është një farë lloj diskon, për shembull, Vjena është gjithkohës ka vite që është njëra nga qytetet që konsiderohet më të lumturat në Evropë. Me siguri ke parë po në lajme. Veç për mua është vendi më boring në planeti. Edhe për mua, por që del më i lumturi në bazë të indikatorëve sepse transporti është në rregull, sistemi shëndetësor është në rregull, po të njëjtën kohë studime tjera tregojnë që po ashtu është njëri nga qytetet më lonely, më të vetmuara. Po. Edhe kjo tregon që s'do më thënë që duhet të kesh gjitha në rregull, që të jesh do më thënë të ndihesh i lumtur edhe i kompletuar, sepse janë edhe aspekte tjera në jetë, edhe Gen Z e shef këtë, që po thoje paras në aspektin që ka disa gjëra që janë më të rëndësishme për ata, aspekti shoqëror, aspekti familjar janë më të rëndësishme dhe i prioritizojnë pak më shumë. Kurse kisha me qëta, se s'doket që ashtu. Edhe krejt foljen e ndryshe, po shumë mirë me ditë. Me pak adin shpresident se diqysh. Po edhe plus, edhe tregon për shembull që edhe shqetësime që ata i kanë base duan të rinë këtu, janë të lidhura me sisteme. Do me thënë, ata kanë shqetësime për arsimin,
kanë shqetësime për sistemin e shëndetësisë, sepse këto i shohin si sisteme që janë akoma të dobta edhe që këtyre akoma japin një pasiguri. Edhe bojnë kryengritja. Po, edhe kjo pasiguri në fakt ju jep ankth ose ju jep edhe një arsye për tu kryengritur. A ka qast që ata kanë tinglu politically correct për studimin, nëse i keni bo pyetje kështu, është bo anketa dhe tash ata kanë ditë mu përgjigjë se të gjithë janë të mençëm në paper, po ndoshta nuk kishin bo action. Ndoshta s'kishin vepru qashtot. Se mu po më shqetëson pse na mendojmë që ata janë faktikisht në vepër janë ndryshe se sa çka po tinglojnë çto në podcasta. Po tash interesantja e këtij studimit është për shembull sample ose si janë zgjedhur, janë 1000 persona në çdo shtet. Në Kosovë 1000 persona. Edhe nga ata janë nga qyteti, nga fshati, me fakultet, pa fakultet, prej moshës 16 vjeçare në këtë rast, sepse nuk i kemi marrë nga 14 deri në 27. Kështu që se ndonjëherë neve i marrim për shembull tike punëtore që janë Gen Z, edhe e merr atë njohuri që ke për Gen Z nga personat që ke afër. Gjithashtu unë. Por kur ke kështu studime, është më i madh numri edhe është më divers, kështu që e merr në fakt një rezultat pak më real. Në këtë aspekt neve kemi parë për shembull që ata janë pak më konservativ se sa që doja unë, ose se sa që është shoqëria ime që është Gen Z që janë shumë më progresiv se sa unë, por që kur e shef të shpërndar në për qytete, katunde, gjithë vendet, e shef që në fakt e ke një fotografi pak më ndryshe. Por, ja, për shembull, ku dallojmë? Njëra nga gjërat që na doli në studim ishte që nëse qeveri do bënin diçka që nuk do ju pëlqente Gen Z, Gen Z do protestonte. Kjo është njëra nga gjërat që kanë përzgjedhur më shumë. Edhe neve kishim dyshime, sepse momentin që kemi bërë studimin, vetëm në Serbi kishte protesta. Në Bosnjë kishte protesta, po këto ishin në përgjithësi njerëz shumë më të vjetër, millennial të vjetër edhe Gen X. Kështu që nuk ishte bashkë Gen Z-a që po bënte protestat. Po ja tani shohim Shqipërinë për shembull, që po ashtu disa po e quajnë Gen Z protest. Po aty ka edhe të ri edhe të vjetër normal në protesta i ke gjitha të përzjera, por e shohim që në fakt po del ajo studimi që nëse diçka ndodh që Gen Z nuk i pëlqen, ata do ngrihen, edhe do bëjnë they'll do something about it. Do bëjnë diçka për këtë temë, kështu që mendoj që studimi deri tani po del. Por natyrisht që mendoj edhe neve kur i kemi bërë pyetjet, kam qenë shumë e kujdesshme në aspektin që bëj pyetje për shembull te bindjet politike, kemi pyet si ma je i majt edhe i djathtë, por pastaj kemi edhe test pyetje që testojnë në fakt a mbahet ajo e gjetur për majtën edhe për djathtën. A kanë thonë veç ashtu, po, okay. Kështu që në atë aspekt kemi, po mendoj që në përgjithësi janë përgjigjur me deri diku, mendoj që shumë gjëra dhe ndoshta edhe nuk i kanë ditur edhe kanë thënë që i din, që është natyrë njerëzore, por që mendoj në përgjithësi tregon që janë gjenerat optimiste, që e shef politikën edhe nuk i pëlqen, edhe që kreta aspiratat i ka të lidhura me arritje individuale, do më thënë familje të bëjnë, punën të gjenë, të kenë jetë work-life balance të mirë, kurse kreta shqetësimet ose shumica shqetësimeve që i kanë janë të lidhura me kolektivin. Sistemi arsimor, sistemi shëndetësor. Çaj na vin. Po. Okej, tash, kanjëherë, unë mendoj që kanjëherë ajo që e quajmë mentalitet ballkanik është në fakt një traumë kolektive e patrajtume. Edhe na e knalon, adin na Balkanësit, na Balkan, kena fillu me book content, qa bojmë na në Balkan versus po dark jokes. Shpesh flasim për luftën politikisht, historikisht, kombëtarisht, po kur nuk kena folë për luftën si çështje e shëndetit publik. A mendon, a u diskutu lufta si çështje e shëndetit publik, edhe jo vetëm lufta që u bë në 99-ën, po jam të folë edhe gjërat që kanë ndodhur para prakisht, se këta tant kanë hek non-stop prej sistemeve, edhe nuk s'ka hek veç Kosova, po edhe Kroacia ka pas probleme, edhe Bosna, edhe krejt Ballkani u konë që shtot, do me thonë, shtëpia jonë e madhe ka pas të lashe. Tash, ka shumë janë rrit disa gjenerata në qatë halakam. A është trajtu në herë nga shëndeti publik që çështjet të na, gjithësisht? Me sa di une,
jo deri as pak, në aspektin që mendoj që në përgjithësi është kjo tendencë për gjërat e këqeja duam të mendojmë që ndodhen, mbaruan, i shtim përfundit qilimit edhe i harrojmë. Domos për shembull në Kosovë, nëse shkon ti në Bosnjë, e ka një kulturë të kujtimit të luftës që ti nuk e ke në Kosovë. Ti në Bosnjë për shembull akoma ke plumba që janë nëpër ndërtesa si memorie e luftës, kurse neve në Kosovë kemi pasur këtë tendencën të mbyllim këto. E valla me çata pluma spajtona me thënë. Por kjo është më shumë mund të pajtohemi edhe mos pajtohemi, por flasin në aspektin e dy traditave të kujtimit. Njëra që e bën shumë vizibile, tjetra që e bën shumë që e fsheh. Por këtu çfarë është e rëndësishme është si jemi marrë për shembull studiues si nga Bosnja ashtu edhe nga Kosova tregojnë që akoma kemi domethënë mbetje të luftës në aspektin ton psiqik. Po çfarë është shumë interesante është që neve mendojmë që i kanë vetëm më të vjetrit, po kur pata filluar këtë studimin me Gen Z, në njërin nga focus grupet, Gen Z-a filloi ta thriste veten war babies, edhe pse kanë lindur mbas lufte, sepse në atë kohë po ndodhte Banjska në veri, edhe aty prindrit e tyre për herë të parë ju kishin folur për çfarë po ndodh në veri. Po ashtu po ndodhte edhe Ukraina pak më herët, kështu që prindrit kanë filluar të folin për luftën, edhe për herë të parë vjen ky koncepti dhe neve pas kemi lindur në kohë lufte. Edhe në këtë aspekt nuk është se kanë ku të shkojnë. Po bjen që një traumë e tillë faktikisht në farforme trashëgohet. Jo domosdoshmërisht gjenetikisht, po kulturalisht, sepse përcillet prej çka domethënë është një kulturë familjare, ka kontrollën familje, ka frikë, ka paranoja, ka heshtje, mbijetesë, mosbesim, krejt çto senet ndodhen janë diçka që e karakterizon familjen tonë, edhe mandej në farforme në qatë formë përcillet që e farë traume, jo vetëm përmes gjenit, për që ato ndoshta edhe kanë thonë që ashtu. Po vjen që PTSD-a, ato kërkush nuk e trajton as nuk e përmend sikur diçka që po mënaj shëndeti unë publik nuk e bjen në tavolinë sikur diçka që kish me përmirësu krejt vendin. Se unë paga shumë i shosh senet që ashtu. Për shembull, ose ti edhe je ekspozuar në sistem. Po, ma vonë mu i më ndërlidh në qëta, po për shembull unë e shoh që na si shqiptar shumë i japim rëndësi asaj që ka duket prej jashtë. Për shembull, tash pak a shumë mu i me lidh edhe me ngjarjen aktuale që ka ndodhur në Shqipëri. Çka kam dëgju është që njerëzit po ankohen për rrogat, për spitalet, për shkollat, për senet bazë, po nëna të folë për një luks. Edhe tash problemi është që kur vjen punat politikisht, i këshyrim senet që ashtu, po duhet me shku prapë të mikro, one personalisht me ritual së të kohën mënona me thonë që qaja anis prej individit. Kur disa individ bojnë bashkë, mandej na ndërtojmë qytetin, e ndërtojmë shtetin pastaj. Ta shteki njerëzit që investojnë shumë në roba, luksoze, në makina, po ata trupin nuk e kanë shumë të shkujdesur. Shembull, ki burat që veshin bluzat shtrajta, po e kanë barkun shumë të madh, që është problem shëndetësor. Po, e tash ose adin, për shembull, ideja është me bli një parfem të shtrajt, edhe me investu që shtu e njëti sen është me investu në shtet për luks, kur na si kena gjithmonë si në shtetin e tyne, si në tonin, kur ishe debatet politike, folet që s'kena jatë, që s'kena pej, që emergjenca është kështu, ashtu, edhe në këtë rast mendoj që ton kohën e kena kthy piramidën mbrapsht, edhe na të mundu me mblu senet që vërtet kanë rëndësi, edhe mu marr me glazur, do me thonë të në kohën me mblu me diçka fake, që mandej prap shpërfaqet ma vonë. Kështu që një farë forme PTSD-s mendoj tek ne është edhe që kjo, që na shfaqim me një farë tendence të në kohën me sene materiale, me e boj jetën ma mirë, hajde po keshim, hajde po mngojmë muzik happy, hajde s'po thellohem në ndjenjë, edhe s'pi ndjenjmë që ato senet që na dhamin, edhe mandena mas një kohë, po vjen puna me protestu dhe mu anku sepse po dalin në pa problemet e pa zgjidhuna. Plus mendoj që është edhe ky aspekti sigurisë, mendojmë përderi sa kemi gjëra, ato nuk na ikin, edhe nuk na i merr askush, edhe është aspekti statusit edhe një ide që nëse bëhem unë i fortë sa duhet, as shteti as një institucion mua ose as një person mua nuk më bën keq. Në këtë aspekt mendoj që po ashtu neve kemi aspektin e turpit. Do me thënë shumë njerëz asociojnë të shkuarin në psikolog me diçka të keqe.
ose diçka të turpshme. Kur në fakt sidomos duke marrë parasysh të kaluarën e Kosovës, po edhe të gjithë Ballkanit, të shkosh në psikolog do duhet ishte një e dhënë. Domethënë secili duhet na subvencionoj shteti të shkuarit në psikolog, sepse mendoj që deri diku, për shembull unë tani kam filluar të shkoj në psikolog, edhe më vjen shumë keq që s'kam nisur më herët, por për shkaqe tani e kam rrogën ndoshta më stabile dhe diçka, edhe më është dukur sikur është koha për të investuar pak te vetja. Edhe po në këtë aspekt mendoj që edhe gjithkohon insistoj të gjithë shoqëria ndoshta janë bërë lodhshme që të marrin psikolog, por nga ana tjetër për shembull edhe te ky studimi kemi pyetur nëse kanë shkuar njerëzit në psikolog apo jo. Shumica kanë thënë që s'kemi pasur nevojë. Por nga ata që kanë pranuar që duan, një numër i madh kanë thënë që nuk shkojnë dot sepse është shumë e shtrenjtë. Po pak mirëqenia u bë luks. S'po mundesh me thonë dikujt na kujdesu për veten pa e pyet a ki pare, a ki kohë, edhe a ki siguri për çat sen që më e bë për kohë gjatë, se ndoshta njëri mundet me shku në 5 seanca apo 6 në smundet. E njëjti sen me gym, e njëjti sen me ushqim. Po më pengon edhe mu që mirëqenia është bo sen klasor. Ka fillu me u bo prap edhe që aty po hinë shtresat tashte. E këtu vjen qeverisja, do më thënë, sepse gjëra që shteti do duhej deri diku t'i garantonte, gjithkohon për shkak të shtrenjtimeve, gjitha këtyre krizave dhe luftave, harrohet ose shumë shpesh janë këto shërbime që humbin financimin. Do më thënë tani po financohet shumë në siguri, po nuk investohet në këtë sigurin tjetër që është siguria e individit në aspektin e një jete të mirëfillt, të dinjitetshme, të shëndetshme, edhe këtu bie sistemi në fakt në ndeshje me sistemin. Atëherë tash aktivizimi social kundrejt qeverisë. Cila investon ma shumë në shëndet në përgjithësi ose në shëndetin mendor? A mundet aktivizimi shoqëror diqysh a mundet me koni far ventili për njerëzit, për me pashit pak zemrimin edhe nëse arrihet një rezultat përfundimtar me ndryshu për që ato për çka po protestohet ose për çka po flitet, s'paku me emrini diçka tjetër përmes asaj. Qysh mendon që ndikon që ky aktivizimi shoqëror në mirëqenien tonë? Ose të njerëzve që e bojnë qatë sen faktikisht? Po tashi A mujnë mu konë terapeutike për njerëzit një farforme? Protestat? Protestat, po edhe aktivizmin përgjësi, me shkruj statusa, me fol, me bo senet të cilat e tregojnë të vërtetën në përgjësi. Unë mendoj që është e mirë nga aspekti shoqëror politik e bëra diçkas në shumicë. Do më thënë sepse është edhe një problem që shumë nga aktivizmi sot është bërë në internet edhe bëhet kështu një aktivizëm me tweeting edhe me stories, por në fakt aktivizmi ka mendoj edhe benefite atëherë kur bëhet me tjerë, kur organizohesh bashkë me lagjën, bashkë me shoqërinë, sepse një të jep një komunitet. Njëra nga gjërat që thonë shumë aktivistë, sidomos në këto kontekstet e lodhura, po të Ballkanit, është që thonë sa mirë që shqin kanë vetë. Sepse shumë shpesh mendojnë që janë vetëm ata që mendojnë ashtu, ose që ndihen ashtu. Po gati për gjithë shka është që shto njerëzim. Aten një sen që ka thonë një ndër shkrimtarët e mi favorit që është Alain de Botton, ka thonë na kret jena perversa, veç nuk jena në kryt e njoni tjetrit, e ka një herë, kur dikush përfaqet, ajo i bjen që veç që njeri është i zoomirat. Do me dhe kena zoom in në kryta atina dhe kena himran në to. Po për ndryshe, ishim befasu, më konë më na qelë krejtve, so shumë jena të njëjtë në shumë sene. Njoni me tjetrin. Absolutisht. Edhe mendoj që aktivizmi pikrish këtë e tregon që kemi të njëjtat bindje ose merak ose shqetësime. Po a kena në ma shumë aktivizm reaktiv, a bojmë diçka për me ndërtu sistemi afatgjate, se mu më doket që na jena kogja njerëz impulsiv dhe emocional. Për shembull nxehem në muzikë, në këngë patriotike, përfshi dhe vetën aty, edhe kur të shohim veten që jena bashku e kena që tripin na shqiptarët, jena të fortë, mandej bojnë reels, atë në anglisht, don't mess with Albanians, e që si varsane, po unë për shembull patriotizmi nuk e shoh vetëm në këtë formë, unë e konsideroj veten shumë patriote me punën që e bëj, për shembull sepse mendoj që ton kohën e kam në kokë, çdo ditë çka mundona me bë është investim në një sektor të vogël, në një pjesë të puzzle
të vendit. Edhe për mu, ton kohën e mendoj makro, qysh rregullimi i jetës së individëve e rregullon krejt shtetin. Çato që e tham, nëse njerëzit fillojnë mu koncentru në mirëqenien e tyne individuale, ata në kolektiv pastaj kanë mi shërby shtetit ndryshe se kanë me mendu ndryshe. Po unë mendoj që me qëtësi farë, për shembull, aktivizma reaktiv, ndodh diçka fort e keqe mojën mbështet krejt për murit, shohëm protest, bërtasim, kalon ajo, dhe pastaj në afat të gjatë nuk shyrim qysh me ndërtu sisteme për ditë se cilin sektorin e vetë. A mendon që qëndron që kjo për të na? Është kombinim. Në një aspekt neve varësisht edhe si e definon aktivizmin, sepse aktivizëm është edhe puna që e bën organizatat jo qeveritare, edhe ti që mund ta bësh në kohën tënde të lirë, po edhe nëpërmjet podcastit, duke ngritur vetdije për temat të caktuara, po është edhe ky aktivizmi që thua ti reaktiv ose që vjen si rezultati politikave të gabuara. Mendoj që gjitha kanë tiparet e veta, një gjë që mendoj që është shumë e rëndësishme për tu potencuar, sidomos kur flasim për individin, është shumë e rëndësishme mos e humbim lidhjen me kolektivin. Edhe mendoj sidomos me Gen Z, një gjenerat e rritur me teknologji, shumë shpesh është edhe kjo që kolektivin e kërkojmë online, po nuk e kërkojmë ndonjëherë edhe offline. Nuk e kërkojmë në jetën reale, kur në fakt për protesta dhe për aktivitetet të tilla ose aktivizëm të mirëfillt, ku po ashtu let kujtohemi që qeverit tona janë aty sepse i votojmë. Vota në numër të madh. Kështu që duhet të jetë po ashtu zëri në numër të madh, që të jep legitimitet në temat që të japat legitimitet në tema të ndryshme. Mendoj që çfarë është një problem tek ne është që për shkak të një situate me shumë pasigurira, për shembull në aspektin e pasigurisë reale, në aspektin e sigurisë individuale, neve si femra kemi edhe atë aspektin si problem madhor të dhunës kundrejt femrave tani që ka lëvizur edhe në dhunë digitale, që është një fushë që absolutisht është diçka e re dhe si jemi duke parë gati fare. Neve për shkak të gjithë këtyre pasigurive kemi tendencën në Ballkan të votojmë burra, se deri tani shumica janë burra, të votojmë burra që kanë një farë lloj dore të fortë ose një farë lloj tendence më autokratike ndoshta, sepse mendojmë që ata na japin siguri. Edhe si rezultat ata burrat pastaj sepse janë të fortë bëjnë edhe gjëra pa pyetur, se mendojnë që populli ka zgjedhur edhe ata mund bëjnë çfarë duan me atë të drejtë të popullit. Edhe si rezultat pastaj kemi burra që vendosin që do jap këtë tokë ose do e bëj këtë ose do e bëj atë ose s'do bëj diçka, nuk do e rregulloj sistemin shëndetësor, nuk do investoj në sistemin arsimor, po do jap vetëm ku di unë herë do kur do disa benefite, pa e rregulluar gjithë sistemin. Kjo ndodh sepse deri diku edhe ne e lejojmë që të ndodh, sepse ne i votojmë këta njerëz. Kështu që prandaj edhe aktivizmi është shumë i rëndësishëm, sepse në fund të ditës e bukur e demokracisë është se cili nga ne e ka një zë, se cili nga ne e ka një vot, sot të dyja ne kemi dalur, kemi votuar. Kështu që mendoj që vendimet ndodhin gati ditë për ditë. Edhe kjo natyrisht është e lodhshme, po nga ana tjetër është edhe gjëja që neve na jep në anglisht është fjala agency, në shqip nuk e di si ta përkthej, ndoshta faktorizim ku je aktor real në jetën tënde që bën vendime. Po, e ki një rol, nuk je gjysëm që dikush tjetër vazhdimisht vendos për ty. Edhe këto duhet ta marrim me shumë përgjegjësi. Edhe mendoj që këtu vjen edhe aktivizmi, edhe ngritja e zërit, edhe vota, edhe votimi, edhe po ashtu, sepse unë e kam mision personal të bëj Gen Z të kandidohen për në parlamente, po milion hapësirë. Po, të jesh, domethënë kandidat vetë, sepse shumë nga Gen Z të shoh që po çkyqen, po në fund të ditës, nëse vetëm këta politikanë na mbesin, atëherë edhe ti s'është që ke zgjidhje shumë të madhe këta votosh. Na duhen zëra të ri, edhe na duhen më shumë zëra nga Gen Z-a që e din vetë se si e kanë jetën, e din vetë se cilat i kanë sfidat, edhe dalin aty edhe flasin për sfidat e tyre, jo për sfidat tona. Okej. Thema herët që Gen Z-a janë më të lumtur se na. Pse?
mendoj që është i pari i rinis. Njerëzit e ri janë përgjithsisht më optimist, pak më të lumtur. Na kon kogja imo. Imo kemi qenë imo. Po nuk e di se si do përgjigjeshim në pyetësor. Këtë nuk e di. Sepse fatkeqësisht nuk kemi të dhëna komparative, kemi neve të dhëna për rinin, edhe në përgjithësi rinia del optimiste, po asnjëherë të ndarë me gjenerata. Ky është studim për Gen Z, i vetmi që është bërë që e ndan në gjenerat. Janë matri. Po, janë matri 1. 2, e kanë këtu mendoj, ishim neve në Bruxelles edhe erdhi një deputet që ishte Gen Z nga Gjermania. Edhe e pyetën, edhe dikush e pyeti për këtë optimizëm, edhe tha, we know that we're fucked. E dim që e kemi situatën katastrofale, kështu që për shkak se çdo gjë është duke shkuar te poshtë, atëherë unë do vendos, unë vetë, të jemi lumtur. Ose unë do e rregulloj këtë kopshtin tim, do e blej setrën më të mirën, kostumin më të bukurin, telefonin më të ri, edhe unë do e siguroj të vetvetja, unë do jemi lumtur. Unë do i kem gjitha gjërat që teknikisht do duhet të siguronin lumturin. Edhe këtu do argumentoja unë është kjo kthesa në individin deri në atë mas ku ti e shkyq kolektivin që në fakt ty ta afekton jetën plotësisht. E çfarë po dallojnë këta Gen Z-ja e perëndimit me neve këto, se diçka dallojnë patjetër. Shumë gjëra në fakt. Njëra nga gjërat është në aspektin politik, për shembull meshkujt janë shumë konservativ, femrat janë shumë progresive në aspektin botror, edhe këtu kjo ka implikime edhe politike, sepse imagjino ti, a do jenë në lidhje një vajzë që është super liberale me një mashkull që është shumë konservativ? Shansat janë? Jo. Edhe si rezultat, kemi edhe numër të rënë të lidhjeve romantike, të martesave, edhe të fëmijëve. Po këta në perëndim po ankohen për drastic lowering of sex life, do me thonë jeta seksuale të Gen Z-ja është shumë e olt, tu menaj që ka të bëj me digitalizimin edhe e romancës, po edhe ajo është faktor. Po të na, do me thonë, që shpëthu është puna që nuk ka qasi ramje që ashtu se na kena kultur tjetër, nuk ndodh bashkë ashtu, po këta presin është ta mu martu që me mu që ata. Po në fakt e neve një është politikisht janë shumë afër meshkujt edhe femrat, që për mua ka qenë e çuditshme, nuk kemi ndonjë diferencë shumë të madhe mes meshkujve dhe femrave, kjo i bie edhe po ashtu që do ishin më compatible po të lidhen në... Qa do me thonë, a the politikisht? Politikisht, po. Qa do me thonë politikisht? Do me thonë, nuk është si në nivelin botror, ku këtu janë edhe femrat edhe meshkujt për afërsisht njësoj konservator, vetëm femrat janë pak më tolerante se sa meshkujt, po nuk është ndonjë ndarje shumë e madhe. Po ashtu neve s'kemi pyetur për aktivitetet seksuale të tyre, por kemi pyetur për lidhjet që do preferonin, edhe shumica do preferonin akoma martesën. Martesa ngelet njëra nga format e lidhjes më të preferuara. Neve kemi pasur edhe opcione për lidhje të hapur, ose lidhje në qift, po jo në martes, kështu gjërash, po prap se prap martesa është më e preferuar, por mendoj që këtu prap e potencoj rëndësinë e familjes, sepse aq sa duan familjen që kanë, njëra nga gjërat që kanë thënë që janë most excited about, ose më shumë janë të ngazëllyer në të ardhmen, është krijimi i familjes të tyre. Kështu që akoma e kanë këtë aspektin e një familje, sepse prap unë mendoj që është një aspekt i një institucionit stabil, në një rajon, me një shtet, ku çdo gjë është kaq jo stabile, kaq e pasigurt, të kesh një familje që është e sigurt, mendoj që është një farë lloj i komfortit, i ngrohtësisë që mund ta ndjejnë Gen Z-ja në Kosovë, në Ballkan. Po a i bjen kjo që këta ndoshta hala janë një farë forme të indoktrinum prej kulturës familjare, sepse se kanë kriju qatë kufinin e qartë, për shembull nuk janë komplet të individualizum si Gen Z-ja në perëndim, edhe se puna është që unë menaj që kujdesi kolektiv nuk do të thotë që unë kam i hub vetën për ty. Ajo do me thonë që na krijojmë kushte, ku kërkush nuk e rren vetën për hir të tjerëve. Sepse ma vonë gjithçysh që ajo gënjeshtra vetës po shpërfaqet, po krijon probleme në jetë. Këta kemi pa edhe në shoqërinë tonë. Tash nëse Gen Z-ja hala e ka që ata primare të na, a mendon që është e natyrshme, apo mendon që hala nuk e kanë zhvillu që atë krimin e kufive që kanë zhvillu këta në perëndim.
Sepse mendoj që në Perëndim definitivisht ekziston një shkëputje shumë e prerë e jetës individuale të rritur kur po mënaj dikush kalon moshën 18 vjeçare, ndoshta 20 vjeçare. Çdo zgjedhje është shumë individuale, nuk mendohet kurrë për tek ne po duket që hala e kanë disa rreth të mëdha për rreth vetës. Tu është pak më komplekse në aspektin që kur po flisje gjëja e parë që më erdhi në mend është edhe fakti financiar, sepse shumë njerëz rrinë në shtëpi me prindrit sepse nuk kanë rroga të mjaftueshme ose mjete të mjaftueshme për të marrë për shembull qirat në Prishtinë, unë që sapo kam lëvizur kur i kam parë, nuk mund ta besoja. Unë kam jetuar në Prishtinë edhe më përpara, kishte një rritje të madhe të qirave. Apo na jena në Manhattan këtu tash. Po, duke marrë parasysh sa banesa bosh kemi, po këtu do vinte qeverisja, se sipas meje do duhej që të ndroheshin disa gjëra, që mos ketë banesa kaq shumë bosh edhe të mos ketë çmime kaq të fryera të qiras. Po ajo ndoshta një temë për një ditë tjetër. Po, në aspektin e Gen Z këtu mendoj që mungesa pavarësisë financiare është një faktor shumë i madh, sepse ti nëse nuk e mjaftueshëm të ardhura për të dalë në shtëpi vet, atëherë edhe nuk do e bësh, ose do vendosësh atë pak që e ke do e përdorësh të dukesh bukur ose të kesh. Shumë është e rëndësishme që janë ndarja fizike apo jo. Tepër kështu dalja prej shtëpisë është tepër. Absolutisht. Po sakrificë financiarisht. Po në kulturën shqiptare kemi familje shumë të afërta që të ndihmojnë, për shembull të majën e krejt këto senet. Po shumë herë janë edhe shumë kontrolluese. A është që kjo mbështetja e barë? Unë personalisht e shoh si një sens shumë hibrid që në fund bëhet shumë barë për natyrën njerëzore. Nëse e këshyrim biologjikisht, nëse e këshyrim veç përmes neuroshkencës, shkencëtarisht nëse e këshyrim pa duke eliminu faktorin kulturor, menoj që kjo mbështetja e cila ka një çmim të kontrollit, fillon e bëhet barë për individin e pastaj që ajo barë të shtyp edhe të frustran, edhe mandej të krijan, të ban një person ma nervoz, i cili mandej këtë që to senet në retrospektiv që i falem në podcast. A mendon që ka tendenca mund ndruq kjo eventualisht e na, apo ka hala kohë? Mendoj që neve kemi nevojë shumë urgjente për krijimin e politikave që mundsojnë pavarësimin e të rive. Tu flasim për faktin që duhet kem punë, që duhet kenë një rrogë që do mund të mirëni një banesë realisht, që mund të ketë edhe subvencionime të banesave, edhe kjo të jetë e bërë në mënyrë shumë të pavarura, sepse kemi parë në raste për shembull si në Turqi, që kjo përdoret për partitë të caktuara për të marrë mbështetje nga votuesit. Por këtu, domethënë, dakordohem që është këtu një lidhje ndoshta pak e kontrollit, sepse kur e mendoj tashi për shembull idenë e krijimit të familjes, njëra nga aspektet ku pranohet që ti të jetosh veç nga familja është kur je i martuar ose e martuar. Unë se po më kujtohet kur kam vendosur unë dalë të jetoj vetë, edhe pse mamin edhe babin e kam pas për shembull në studime kam qenë vetë, por kur jam kthyer në Shkup për herë të parë, ishte pak një kacafytje në aspektin pse dalësh ti vetë kur e ke këtu shtëpinë e mamit edhe babit. Kjo është klasike, po. Sepse tashi po të kisha qenë në martuar, do ishte shumë e lehtë kjo logjika që ti po del në shtëpinë tënde. Kështu që është ndoshta edhe këtu lidhet që në fakt krijimi i familjes deri diku asociohet me një pavarësi nga familja e gjerë për të krijuar diçka nukleare, diçka tënde, diçka që e do ti si e do ti. Edhe një farloj pavarësimi në çift, edhe jo pavarësimi në individ. Që po, mendoj që ka aspekte edhe të frustrimit, edhe të krizës, edhe të mos eksplorimit të vetvetes. O mendoj që është pak për te materiales, mandena bëhet pak edhe s'është diçka, po patjetër që çaj është një element, po mandena edhe mi pas krejt mundësit me e boq ato vet. Mendoj që presioni i ndjenjes që nuk je i pranum edhe i dashtën prej familjes tonë dhe pavarësisht zgjedhjeve që i bën, është një barë shumë e madhe për njerëzit tek ne. Është diçka që ish dash një farë forme me qenë e dënueshme,
në mënyrë të mirë, jo të keqe. Qysh shkon mirë me dënu, është me tregu informata se sa shumë e dëmton njerin që ajo. Nëse dashuria kushtëzohet deri në çat nivel, që po mënaj prindit ta kushtëzon dashnin ndaj teje, nëse ti qështët, une të leqiti. Do me thonë, ka shumë kushte. Kështu që isha gëzu nëse qëta gjenzia, ma se janë qështët ka gjatë fort, s'pako me i thy qëto barjera pak ma shumë, edhe nëse kanë vendos me konë të lumtur pavarësisht që bota dikur nështë ka me shku ka fundi, s'pako qatë oborin që përmenet që ka përmena a djali me e bo edhe të na këto, sepse mendoj që neuroplasticiteti me qenë se dim që ekziston edhe truni ndrohet, kur e ban njoni e bojnë 20, 200, 2000, 20.000 veta, s'ka qare pa, që shtot ndryshohet edhe perceptimi njerëzor. Mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Jena të shku drejt funit, po du me përmen AI-en, si një sen pa tjetër shumë i rëndësishëm pjesë e jetës tonë sot. One po kam problem me faktin që ndoshta hala nuk jem zhvillu boll se këm kap hapin, krejt e përdorim Claudin ose ChatGPT ose AI në përgjithësi si kur mjete ndihmëse në punën tonë, është bu pjesë e jetës, po one po kam problem kur ajo po bëhet komplet zëvendësim. Po mendoj që në vendin tonë ka një herë po pagujmë njerëz të cilët janë ka sillen vetëm si prompt në AI. Dhe me thonë që ato unë më bo vetë. Po ka një herë më vim për shembull e kërkoj një shërbim edhe më vjen një skript komplet e pa editume prej AI-t. Qësh është ka lidhet gjenzia me AI edhe çka është prognoza në aspektin e punës? Mendoj që jemi në një pjesë shumë interesante në aspektin e inteligjencës artificiale, që njëherë kishim shumë ndjenja pozitive, sepse mendonim që do na lehtësonte edhe jetën edhe punën. Tani del që nuk është duke na lehtësuar, shumë nga ne jemi duke munduar t'i mësojmë, siç theta, mësojmë këtë program nga e para, por mendoj që për shembull për te Gen Z çfarë po shohim, sidomos në aspektin global, nëse shohim çfarë po ndodh në Amerikë, shumë nga studentët në diplomimin e tyre në çdo fjalim ku është përmend AI si diçka pozitive, ata kanë bërë bu. Sepse në fakt po e shohin që ata kanë studiuar, i kanë bërë gjithë gjërat si duhen, kanë bërë internshipe, kanë qenë zënës të mirë, qytetar të mirë, edhe tani nuk gjejnë dot punë, sepse gjitha punat fillestare bëhen nga inteligjenca artificiale. Kështu që unë shoh një kthesë shumë të rëndësishme tani, që mos edhe neve në Kosovë kemi marrë këtë AI-n sikur shërimi gjitha gjërave. Po dhe? Edhe kur në fakt neve akoma nuk e dim. Mos pari AI nuk është akoma aq i perfeksionuar dhe pa gabime, saqë neve t'ja marrim çdo fjalë si fjala e fundit. Gjithë e kemi parë si gënjen, si halucinon, si na thot të dhëna të gabueshme, na bën rafsh. Sidomos në botën e kreativitetit mu bën pengam, për shembull njerëzit kreativ tash artistin për artistit e dallon çaj karakteri individual i veçantë. Po nëse bohësh veç një prompt i AI-t, atëre po hup çajo lezeti të qeni ti vetë artist ose krijuesi çfarë do lloji. Unë mendoj këtu që nuk po humbën vetëm lezeti të qenurit artist, pyetja është a është duke humbur lezeti të qenurit njeri. Edhe kjo është kriza më e madhe. Që duhet ta marrim me vërtet shumë seriozisht, edhe prandaj mendoj që duhet jemi shumë të kujdesshëm. Po se gjithashtu njerëzit po folin me AI për shembull, kam dëgjuar që çojnë screenshota të bisedave me njerëz, për shembull, si më thon, është tu flirtu me dikon, ja ka ja ka nis, po don me nis një lidhje me dikon, e so ka kupton çka ka ndodhi, çon 50 screenshota ChatGPT-s i thot kallzëm çka ka menon kë, e mandej ai ChatGPT ai thot diçka, e mandej kretja orienton lidhjen. Mendoj që kjo pak më duket e rrezikshme kështu në përgjithësi. Edhe shumica e përdorin, mendoj ashtu. Edhe unë e bëra një test, e bëra një zënk, e postova në Claude dhe në ChatGPT, të dyja shumë ndryshe u përgjigjen, po një gjë që më bëri mua impresion është që pritja nga AI ishte se si do reagonte një person tepër i sigurt, pa lëndime, pa ndjenja, pa asnjë gjë. Edhe unë
po lexoja dhe po I shifja gabimet e mia dhe ishte mirë, po pastaj ja vendova gishtin vetes edhe thash, pse do duhej unë të prisja nga vetvetja që të kisha reaguar në mënyrën perfekte. Sepse sikur s'kam lëndim, sikur s'kam qenë njeri participues, po si një observer kështu nga larg. Kështu që e ka edhe këtë aspektin që nga njëra anë mund të mësojmë, po nga ana tjetër është edhe ky aspekti. Ka dhe raste, unë në këtë rast I thash të jesh kritik, ka dhe raste kur thot ChatGPT ose Claude, sa mirë ke bërë, ai person ishte shumë I keq, edhe shumë e keqe, edhe sa mirë ti që dole edhe e shpëtove situatën. Kështu që do na bëj psikopat deri diku, po valla, e kom provu dhonën një herë dhe mu një 15 herë më ka thonë që one jam problemi, te gabim, te keqe, te nalu. Çfarë prompti dha? Pa prompti po gëtë nisët prej asaj qa menon vetë. Okej, e fundit pyetje, a ka rrezik që AI ka me thellu pa barazin? Ata që din me përdor fitojnë, kështu që këta që s'din kanë me hup? Shumë pyetje e mirë, edhe pyetje ndoshta më urgjente se çdo pyetje tjetër, sepse mendoj që në çdo aspekt mund t'i thelloj këtë pavarazit. Në aspektin që çdo gjë është me pagesë, sa më shumë mendoj që Claude dhe ChatGPT do I bëjnë gjitha nivelet me pagesa të ndryshme. Shumë njerëz do ngelin pa punë ose me punë të reduktuar ose me punë që do paguhet shumë më pak sepse supozohet që përdorin ChatGPT-n. Po ashtu mendoj që ata njerëz që janë të pasur domosdoshmërisht do kenë pozita më të larta që nuk afektohen në të njëjtën mënyrë nga këto teknologji, kështu që absolutisht do mund të rriste edhe pa barazin, edhe pa kanatësinë, edhe jo lumturinë të një. Po dhe për bjen mi zhduk klasën e mesme faktikisht. Po nice, ani, këthejmë në bujësi, it's okay. Që ato jena të dasht. Na kanë vetur tokat pa punuar, kështu që... Po edhe është ma healthy, është ma shëndetshme. Inshallah. Ideja ime është të kthejmë në një fermë. Po, që ashtu t'jena të dasht gjysa. Faleminderit Lur që e konë. Menoj që këna bo një bisedë shumë të rëndësishme, edhe shpresoj me të pas prapë për hulumtime tjera. Radhën tjetër, shpresoj të vish në fermën time, diku në një mal, edhe flasim pa mikrofon kështu me zë. Shumë mirë, po. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit që keni qenë me ne, shihemi në episodin e radhës.